Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakohemi edhe sot me gjurmët për këtë edicion të radhës, ku sot do të flasim për njërën nga temat më të rëndësishme dhe më aktuale për vendin ton, por edhe për rajonin, zhvillimin ekonomik, bashkëpunimin ndërkufitar dhe sfidat të tregut të sotëm. Nuk mund të themi se neve po kalojmë një fazë shumë të qetë ekonomike në vend, përderisa të gjithë ankohen për ose rritjen e çmimeve në treg që nuk përputet me të hyrat mujore të qytetarëve, ose problemet të tjera me të cilat qytetarët ballafaqohen në vendin ton, mirë po sot do të kuptojmë më thelbësisht se ku qëndron problemi dhe ku janë sfidat më të mëdha ekonomike në vend e rajon. Do të diskutojmë gjithashtu edhe rolin e sektorit privat, ndikimin e diasporës, rëndësinë e edukimit profesional, si dhe perspektivat për zhvillimin për vitet në vije. Do të ndalemi veçanërisht tek raportet mes Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe rajonit, bilancin tregtar mes vendeve si dhe potencialin real të sektoreve që mund të krijojnë sinergji të reja. Një pjesë e emisionit do t'i kushtohet edhe menaxhimit të shitjeve në tregjet tona, sfidat që hasin profesionistët pikërisht në këtë treg, praktikat më efektive dhe mesazhin kyç që mund të marrin lexuesit e librit të ftuarit ton të sotëm. Në fund do të kërkojmë nga vetë i ftuari jonë edhe këshilla, vizion dhe udhëzime për të rinjt, sipërmarrësit, por edhe për të gjithë ata që duan të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik në rajon në Maqedoni e Kosovë. Është kënaqësi e veçantë që sot do ta realizojmë këtë bisedë me një ekspert të ekonomisë, akademikun, profesor doktor Shpëtim Memishi, që vjen nga Lugina e Preshevës, por vepron në Kosovë. Mirë se erdhët. Mirë se jeni, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Ta nisim me gjendjen aktuale të ekonomisë në Kosovë, ta krahasojmë pak me atë në Maqedoni edhe në rajon. Si e shihni gjendjen ekonomike në vend? Po, fatisht ekonomia është një diçka që gjithmonë kërkon më tepër koncentrim më tepër, zhvillim më tepër, investim më tepër, rini që fatisht sjellin sa më shumë produkte, sa më shumë të arritur dhe sa më shumë të kenë njohuri rreth ekonomisë. Na e dim që Kosova shumë afër ka kaluar një periudhë shumë të keqe, domethënë luftën që e pat fundit, ku fatisht kur e krahasojmë me Maqedoninë, fati i Maqedonisë është që nuk e ka pas këtë fat si Kosova. Mirë po megjithatë Kosova gati që 26 vite ka një zhvillim shumë të hapshëm, një zhvillim shumë të mirë, fatisht që edhe këtë zhvillim e përfshin shumë infrastruktura e saj. Se e dim na në ekonomi, fatisht nëse nuk është një infrastruktura atij shteti, fatisht nuk ka edhe domethënë importe dhe eksporte për atë shtet që të ketë zhvillim. E mira Kosovës është që ka një infrastrukturë shumë të mirë rrugore, ka edhe ato ajrore. Po sot e kemi edhe detare, të përfshijë marrëveshje që është edhe me Shqipërinë, që porti i Durrësit është një pjesë që edhe Kosova e menaxhon edhe do ka mundësi me sjellë sa më shumë produkte në Kosovë ose të eksportojë edhe produkte prej Kosovës. Kështu që dallimi, mundi me thënë, nuk është shumë i largë Maqedonia me Kosovën, edhe pse Maqedonia thash ka pas një fat shumë më të mirë se sa Kosova për shkak edhe nuk ka pas dëme nga luftat e dollara të fundit, ku fatisht Maqedonia ka arrit me disa pjesë ku i ka për turizëm të marrin për shembull, i ka disa vende shumë kyçe që sjell vizitor të jashtëm, fatisht çdo vit ka edhe tyra prej asaj pjese, ku edhe infrastruktura në kohën e fundit është duke rregulluar edhe shumë bukur, domethënë edhe pse ka pas po tash është të rregulluar edhe më mirë, që edhe lidh domethënë me Bullgarinë, lidh pjesën me Kosovën veç autostrada që është duke u rregullu, pjesën me Maqedoninë veç me Serbinë e ka të rregulluar. Kështu që kjo e bën edhe ta zhvillojë edhe shtetet e Maqedonisë më tepër, po njëjtë edhe për Kosovën është një mirë e saj se edhe me marrëveshjet e lehtësimit të kufirit, domethënë tash vizita që bëhet në Maqedoni ose një biznesmen don me orë diçka me investu ose me pa këtë pjesë, e ka shumë më lehtë, se nuk ka nevojë ndonjë vizë, nuk ka nevojë pasaport, po vjen me letër njoftim sikur me qenë edhe në vendin e vet, në vendinën e vet. Para se të vazhdojmë tutje, dua të ndalem pak këtu se ndër problemet më të mëdha për të cilat ankohen qytetarët pikërisht në Maqedoni është se çmimet e produkteve në përtregje janë shumë të larta dhe nuk përputhen as pak me të hyrat mujore që kanë, siç e përmenda edhe në fillim. A e keni këtë gjendje edhe në Kosovë ose mendoni që është pak më stabile atje? Po, fatisht edhe në Kosovë është thash se për shkak se rroga mesatare, nëse e marrim në Kosovë është shumë më ulë se sa Maqedonia dhe Serbia. Për atë arsye dhe fatisht na sot e shohim që pjesa e rinisë shumë e madhe është që dëshiron sa ta kryejnë shkollën e mesme veç të emigrojë. Kështu që
padeshtë edhe ne si profesorë, ose si akademik, ose si qeveri, duhet që gjithmonë edhe mendojmë edhe punojmë që cila është mundësia që ta ndarim këtë, të stopojmë këtë emigrim. Për shkak se ka mundësi edhe të punohet edhe të zhvillohet në Kosovë. Nëse marrim për shembull në Kosovë, na i shohim se ta marrim pjesën e derivatave, janë shumë më të shtrenjta se sa Maqedonia. Edhe disa produkte që vesh i komunitu edhe i njoh, janë shumë më lirë në Maqedoni se në Kosovë. Mirë po, një pjesë tjetër, pastaj është ta marrim ndërtimin ose ta marrim pasurinë të paluajtshme, është Maqedonia më shtrenjtë se sa Kosova. Për atë arsye them dy rajonet janë thuajse në një umbrell, por vetëm se varet prej shtetit, edhe varet prej qeverisë se sa don me stimulu, sa don me stopu migrimin, edhe sa don me sjell zhvillim edhe biznese që rinia dhe popullata të jetë në trojet e veta, mos të emigrohet. Cilat janë ato pengesat kryesore që ngadalsojnë zhvillimin ekonomik në rajon? Po pengesa kryesore ta marrim pikëpari është tek rinia, për shkak se sot çdo i ri që mendon të kryej studime, të bëhet mjek, ose të bëhet jurist, ose të bëhet ekonomist, e ka problemin se nuk e ka një vend të sigurt punës. Për arsye na e dim që një studim 3 vjeçar bachelor ka një shpenzim të llogarisim 1.000 euro, janë 3.000 euro që janë shpenzime. Po flasim veç për studime, pa ushqim, pa fjetje, pa gjitha të tjerat, ku fatisht ai çdo i ri mendon, unë po i shpenzoj 5-6.000 euro, edhe në fund ku po jes. Kështu që e shohim veten që ndoshta më mirë shkoj emigroj dikund, e kam 6 muaj, 1 vjet pak sfidë, pastaj rregullohet edhe mundet të ketë një jetë më të mirë. Si në Kosovë, në Maqedoni, qeveria jonë ose shtetet tona duhen të punojnë që të hapin vendet pune, të sigurojnë që shka qenë edhe më parë, që çdo kush që ka studiu e ka di që në fund punësohet, edhe ka një vend sigurt. Kështu që ndërsa nuk e arrim këtë, nuk po flas 100%, po flas mbi 80%, duhet të sigurohet prej qeverisë për çdo rini, për çdo mjek, për çdo ekonomist që ka një vend punës ose e ka lehtësime nëse fillon bizneset e veta, i ka lehtësime si në tatime ose në kontribute ose diçka që sa më tepër të i mundsoj ata të hapin biznese, të hapin fabrika të ndryshme edhe të kenë përfitime edhe shteti edhe rinia edhe gjithë. Është përfitim i dyanshëm. Patjetër. Neve kemi diskutuar vazhdimisht këtu edhe me studentë, edhe kemi parë sfidat me cilat ballafaqohen, edhe kemi parë se sa është e vështirë të veprosh edhe të studiosh, sidomos për ata që vinë prej vendeve tjera këtu në kryeqytet, është shumë e vështirë të përballohet i gjithë argjimi. Studimi në fakt është një kosto që gjithë riu ose studenti e merr se ai po e dëmton prindin, jo vetë. Se kemi një numër studentëve që ndoshta edhe punojnë, e kanë një pagë, një rrugë, mirë po prapa jo nuk i ndihmon për studime, se nuk e mbulon. Për atë arsye janë donë për ngarkesë e familjes është, e krye familjarit, e prindit ose nanës që mbajnë familje, që ato shpenzime janë ma sfiduese. Me një rrogë që e dim se çfarë janë tash rrogët si në Maqedoni dhe në Kosovë. Edhe shumë e rëndësishme që e thatë që duhet të veprohet sikur veprohet edhe në vendet evropiane që pretendojmë që po shkojmë drejt asaj rruge, po jemi shumë larg. Po shpresojmë që me kohë dhe me gjithë sa Maqedonia është të ecë mirë me Shqipërinë sa i përket Bashkimit Evropian, Kosova është në rrugë të asaj, edhe pse po shpresoj që ndoshta të vjen koha që të rihet për një herë, edhe pse është pak problem për Kosovën, po ndoshta Maqedonia dhe Shqipëria e kanë që të ecë më shpejt se sa ta marrim Bosnjën ose Malin Zi që janë të stagnu në procedurat e Këshillit të Bashkimit Evropian ose Bashkimit Evropian. Që të kemi edhe një ardhme më të sigurt për rinin edhe jo vetëm. Si e vlerësoni bashkëpunimin ekonomik mes Kosovës edhe Maqedonisë, pasi që jemi edhe këtu, se kjo është një pikë shumë e rëndësishme dhe pikë shumë kyçe për zhvillim ekonomik. Çfarë duhet përmirësuar, ku duhet të fokusohemi më shumë, ku t'i fokusojmë prioritetet? Po fakt duke parë, domethënë pas luftës, bashkëpunimi qeveritar ka qenë shumë i mirë, si Maqedonia dhe Kosovë, takimet, marrëveshjet. Domethënë ajo është shumë e mirë marrëveshja që është bërë lehtësimi me letërnjoftim hyrja në shtetin e Maqedonisë, është pasaj pjesa e pranimit lejes që mundesh me vozitë, domethënë me lejet edhe të Kosovës edhe këto. Këto janë lehtësime që ndoshta duken pak, po janë shumë lehtësime të mëdha.
pastaj infrastruktura, që thash rruga që është duke u rregulluar se Kosova ka isë përpara e ka bërë autostradën deri në Kufi, tash edhe pjesa e Maqedonisë që është duke ndërtu. Kjo e lehtëson dy shtetet që të kenë marrëdhënie shumë më të mira. Edhe shkëmbimi i produkteve, materialeve ose shkëmbimi i çfarë do produkti që kemi është shumë më lehtë kur e ke infrastrukturën më të mirë. Ta marrim për shembull nëse llogarisim në ekonomisë të gjithë qesin në mjetë, në lek, në pore, nëse llogarisim kohën me rrugët e mëparshme, ka Kaçaniku që kemi orë, dikon për Maqedoni i ke bën ndoshta 2 orë e gjysmë ta marrim. Që fatisht për 2 orë e gjysmë nëse me një gomon të kamionit harxhon 70-80 litra. Edhe me një çmim 2 euro bën 140 euro. Tash ta marrim vjen për 1 orë, i harxhon ndoshta 30 litra që janë 30 euro. Ky është dallimi për një shkuri vati ose edhe një orë dhe 140 janë kosto shumë e madhe. Janë thjeshta, po këto janë në xhepin e çdo qytetarit që e llogarit edhe mendon a ja vlen me pas një bashkëpunim ose një bashkëpunim bizneseve ndërmjet vete për shkak se edhe transportit, për shkak rrugës, për shkak doganës, gjitha këto janë që fatisht Maqedonia dhe Kosova janë duke punu, po kanë ende për me punu edhe janë mundësi që të lehtësohen edhe doganat prej të dy pareve. Ose të marrim të jetë një dogan e përbashkët që të pagojë qytetari vetëm me një dogan të prodhimit vetë. Jo të doganohet në dy pjesë ose të kontrollohet në dy pjesë për shkak humbjes kohës edhe për shkak maltretimit që bëhet prej punëtorëve që e bëjnë transportin ose përcjellin produkte që i kanë prej kompanisë të tyre. Si e shihni bilancin tregtar mes Kosovës dhe Maqedonisë? Kush fiton më shumë prej këtij raporti? Unë po shpresoj dhe mendoj ndoshta Kosova tash është në një favor më të mirë, dhe na e dim se Kosova e ka më tepër tash zhvillimin që është me ndërtim, por nuk është vetëm ndërtimi, ju e dini se janë disa kompani që kanë marrë një ofër shumë të madh, Komodita për shembull, prodhimin e dyshekëve që fatërisht i ka mbi 3-4 mijë punëtor. Pastaj janë fabrikat si edhe këto farë qendra tregtare, si Prishtina Mall ose pjesë që marrin më shumë rini dhe punësojnë, ku fatërisht edhe normal edhe kanë bruto produktin ose e kanë fitimet shumë të mëdha që fatërisht edhe e bojnë stabilizimin edhe të shtetit. Arsye se e dim, do thonë sado që ka fitime ai ka më dhënë për shtet, pagun tatimet, pagun kontributet, kështu që edhe shteti zhvillohet prej tyre. Kështu që unë po shpresoj dhe po besoj që ndoshta nuk është shumë larg Kosova nga Maqedonia, po është Kosova më favorite se Maqedonia. Për raporti, po. Cilët sektor përveç këtyre që i përmendet kanë potencial real për rritje bashkëpunimi mes dy vendeve? Po mundem të thonë gjitha sektorët. Për shkak se fatërisht populli i Maqedonisë, që na jemi një popull që kemi edhe shqiptar, edhe maqedon, edhe grek, bugar, po kemi edhe në Kosovë që kemi popull do me nacionalitetë ndryshëm, mirë po rritja dhe zhvillimi ka qenë i njëjtë. One pse jemi ndo me një kufi, po do të ajo trashëgimia është të i gati e njëjtë. Edhe nëse fatërisht ju e dim gjithmonë nga Kosova vinë Maqedoni për blerje jetarit, për arsye se është më lirë edhe është mundësia doon me blerje më lirë. Në Kosovë është pak më shtrenjtë. Doon ky shkëmbim që bëhet mes dy shteteve ose mes dy bizneseve e bën që mundem me pas të njëjtin nivel, pse një kosovar vjen në Maqedoni të marr blejari, kur ka mundësi edhe në Kosovë në bashkëpunim me Maqedoninë edhe me pas një përfitim ku këto dy kompani mund të bashkëpunojnë ndërmjet vete edhe të kenë fitimin e njëjtë. Po, fakt. Si mund të krijojmë politikat përbashkëta ekonomike që i shërbejnë të dyja palëve, ku duhet i fokusojmë prioritetet tona? Prioritetet gjithmonë janë tek punësimi i popullatës së rinisë. Politikat e tyre është ku edhe si shteti i Maqedonisë dhe Kosovës të kenë komunikimet e mira, të kenë planifikimet e njëjta, të kenë çka na mungon dy shteteve është edhe trajnimet që mungojnë shumë në çdo biznes, po edhe në ministrit, po edhe në prezidencë, ku fatërisht nuk mban trajnim ose nuk mban
të marrim akademi të ndryshme që bëjnë trajnime, që kanë një përvojë shumë të mirë ta marrim si Amerika ose Gjermania, ku fatesisht shumë pak kontribuojnë edhe japin mundësi për punëtorët ose rinin të marrin pjesë në ato trajnime. Pse na vijnë trajnimet? Na vijnë për shkak se për tyve na përshojnë teknologjia veç është duke u zhvilluar, e ka një hap shumë të madh, ku fatesisht për fat mirë rinia jon e ka mundësin prej zvoglimit që ta ketë një telefon të mequr ose një laptop, ku ai menjëherë po hyn njohuritë e teknologjisë. Mirë po pjesa më e madhe që s'ka mujt me pas ato, fatesisht nuk mundet me ditë menjëherë pa i marrë trajnime ose pa i marrë me planifiku, domethënë edhe përbrenda kompanisë me pas ato trajnime, ato udhëzime, edhe ti tregojnë se qysh veprohet në atë pozitë ose në atë biznes. Për këtë arsye besoj që edhe dy shtetet janë shumë mirë të bashkëpunojnë, edhe jo mundësi që në Maqedoni kemi ndoshta biznese ndryshme që kanë një kohë ose kanë një përvojë shumë më të madhe, 100 vjet ose më tepër. Kosova prapë edhe në Kosovë kemi kompani që kanë, domethënë, biznese vetë mbi 100 vjet. Ata kanë njohuri shumë më të mirë se sa një biznes që është 10 vjet ose 15. Unë shoh që shumë në Kosovë një diçka që më ka rënë syr se ka shumë biznese të reja, vazhdimisht hapet diçka e re. Këtu ka dallim prej Maqedonisë. Shoh që në Kosovë nuk e di, ndoshta rrezikojnë më shumë, ndoshta ka më shumë rini që merr hapa për të hap biznese, mirë po ka një lloj diferencë tek këto dy vende. Po thash, ajo fatesisht patjetër që është edhe rrezikshmëria prej rinisë ose prej biznesit që hamben, po mundësia që ka qenë më mirë është se Kosova sa ka qenë e izolume, prapë qytetarë kanë udhëtu, kanë hezë, kemi për shembull në Amerikë kanë qenë, në Angli, në Zvicër kemi shumë qytetarë tonë që kanë punuar që sa vite, edhe fatesisht fati është që edhe ka pas edhe për nga Kosova që kanë pas në Zvicër ose në Gjermani kompanitë e veta, ku fatesisht ata veç janë kanë të përgatitur edhe mbas lufte kanë mund me sjellë këtu edhe me kalu me njerë. Për atë arsye fatesisht i përmend unë gjithmonë se trajnimet edhe organizimet për rritjet të cilësisë edhe edukatës edhe të arsimit janë trajnimet edhe këto që i bojnë rregullisht rritjen e shtetit. Se fatesisht edhe shteti si shtet, kur e ka rinin më të organizuar, më të përgatitur, më të trajnuar, është një përparësi shumë e madhe. Edhe ndaj shteteve tjera, që fatesisht janë ndoshta edhe shumë më herët se sa Kosova dhe Maqedonia, por kur i kemi këtë rini me këto të përgatitje na jemi në nivel të tënve. Unë tani dua të ndalim pak, këtu e kam librin tuaj që përmenda dhe paraprakisht, të cilin do ta përmendim. Suksesi i menaxhimit në shitje, Kosovë dhe Ballkan. Këtu i keni përfshirë më gjërësisht, edhe nuk është diçka që e përmendëm edhe më herët kur ishim duke folur privatisht, nuk është diçka që i takon vetëm një sfere, një fushë të veçantë. Çka do të na thoni për librin? Po, libri Suksesi i menaxhimit në shitje është një libër që fatesisht më ka dashur për 4 vite të punoj për librin deri në botim, ku edhe një përvojë imja që ishte studimet, ishin përvoja në biznes privat, edhe në profesionin tash akademik, gjitha janë ngërshëtuar dhe është punuar libri, ku fatesisht në libër janë marrë shembuj edhe nga bizneset edhe nga njerëzit që kanë pas sukses edhe jashtë Kosovës edhe rajonit, to e përfshirë Amerikën, që është për shembull Bill Clinton, Steve Jobs, disa biznesmen që kanë qenë shumë suksesshëm. Libri nuk është vetëm sa i përket shitjes, po ky libër është që çdo individ ose çdo person që ka një ide, ka një planifikim, ka një projekt që mendon të zhvilloj atë biznes, fatesisht prej kësaj ka hapat e para ku e ndërton biznesin hap pas hapi edhe është në hapa shumë të sigurt. Ku fillon si bëhet një plan biznes, si organizohet, si regjistrohet ajo kompani, cilat janë shpenzimet, cilat janë kriteret që duhet të përcjell rreth kompanisë, numri i punësorëve, si sillen ndaj punëtorit, si bëhet kontrata me punëtorin, kontrata me noter, kontratat e ndryshme që i ka biznesi. Mirë po, kjo përfshin jo vetëm ekonomistët, po është edhe në lëmin e ta marrin një juristi,
ku e ka një biro të vetë, një zyre të vetë, edhe ai fadesh mund përmes librit me hec hapat për me menaxhuat biron. Ose një stomatolog, fadesh edhe për ato është. Do në gjitha sferat ose gjitha lëmit ky libër i ndihmon çdo kujt që mendon të hecë edhe ta ketë një përfaqësi më të mirë ose një biznes më të mirë. Për një treg si ky i yni, të them, të përfshiktu edhe Kosovën edhe Maqedoninë edhe vendet në rajon, cilat janë sfidat kryesore në menaxhimin e shitjeve? Po, në tregin tonë, sfidat më kryesore në menaxhim janë, domethënë, gjithmonë çmimet edhe produkte. Se normal na e dim se shumë herë kemi marka ose produkte që janë me markë origjinale ose markë të mëdha, mirë po çmimi është i ulët. Për arsye se ajo vetveti ta jep ty dyshimin se nuk është ai produkt çfarë thirret. Për këtë arsye fadesh të na mungon edhe një kontroll i shumë prej inspektoratave ose kontroll shumë edhe vetë bizneseve në biznese tjera se për shkak të lëvizja e çmimit bëhet edhe për shkak domethënë një produkt që nuk e ka atë vlerë edhe e shesim në atë vlerë. Do na edhe vetë si qytetar na duhemi të ruajmë të ruajmë xhepin ton ose mjetet tona, lekët ton, për arsye se mos ta lojmë se e njeh dikon edhe din që produktin e shes shumë më shtrejt se dikon tjetër, e asnjëherë nuk ja tërheqim vërejtja me thonë se ti ndryshon shumë, që dhe është arsye ose pse vjen deri te ky ndryshim. Do të them praktikat dhe metodat që i keni prezantuar në këtë libër mund të janë të suksesshme edhe më gjerë, nuk janë vetëm për bizneset e një vendi, për shembull në Kosovë, mund të përdoren edhe për në Maqedoni, edhe për në rajon edhe më gjerë. Po, ky libër për fat që nuk ka mund edhe ta përkthej në gjuhën ndoshta anglisht, për arsye se libri që i ka në brenda do të thonë gjitha donat është që libër që lirësh mundet më përdorë në Amerikë, në Gjermani, në Zvicër ose kudo, jo tek shqiptar, po edhe tek qytetar tjerë. Për shkak se në libër unë e kam ndaj duke bërë organizimin e gjithmonë ndërtimit të një kompani ose ndërtimit të një biznesi, ku domethënë përfshin planifikimin, organizimin, është negocimi që ka shumë rëndësi, është pastaj menaxhimi i shitjes, është menaxhimi i produkteve, është pastaj edhe pjesa kontratave, në fund është pjesa auditimet, që fadesh përmes saj edhe ty si pronor ose aksionar mundesh edhe vetë me kry një auditim, që është shumë e rëndësi për kompaninë që çdo vit ta bëjë një auditim, ta dinë ka është duke shku, është duke u ngrit apo është duke rënë poshtë, ose prej saj ti je i përgatitur edhe në deklarimet ndaj shtetit. Kur e bën një auditim, e shes se a janë deklaruar gjitha ato që u dosht, nëse jo i plotëson, nëse vjen një auditim i jashtëm ose nga shteti, mund me gjetë ndonjë diçka që s'ke deklaru pa rregullsi, atëherë e dim se janë shumë gjobat ose janë pjesë tjetër që të penalizojnë për arsye që nuk janë kryer me kohë dhe nuk janë kryer si duhet. Domethënë rreth për të gjithë procesin e tërësi. Cili është mesazhi kryesor që lexuesi që e merr këtë libër nesër mund ta nxjerrë prej këtij libri? Pjesa më e rëndësishme. Pjesa më e rëndësishme është prej çdo kujt që e lexon këtë libër. Unë besoj shumë që sidomos te bizneset që i kanë udhëheq deri tash, nëse e lexon librin kam e po me njerëz se edhe kam ju kujtuar shpesh se ku ka gabu gjatë llogaritjes ose gjatë ta marrim te shitja, që menaxherët e shitjes e kanë një sfidë se me të vërtet kjo shitje ose menaxhimi i shitjes duhet me qenë një deg krejt diçka në veti ose një akademi me qenë për menaxhim shitjes. Se një menaxher i shitjes është një person që fatikisht ta marrim një kompani që është e madhe, që i ka si komodita që thash, i ka 4.000 punëtor, nëse menaxheri nuk është i mirë, menaxheri shitjes, atëherë ai nuk ja mundson punën 4.000 punëtorëve tjerë ose 3.999. Për këtë, domethënë merr shumë informata, merr shumë dona, edhe mundet me ndryshu, edhe me pa pasojat që i ka pas më herë gabimet, po edhe me ndryshu të ardhmen që mos të pas ato gabime dhe kompania me jesë
mborë edhe mirë edhe mos me pas asnjëherë të lashtë. Kështu dhe ishta dalë, cilat janë ato gabimet më të mëdha që zakonisht i bëjnë menaxherët e shitjeve që i keni has më shumë në Kosovë, në Maqedoni e në rajonin tonë? Gabimet më të mëdha janë për shembull tek menaxheri thash pritja e klientit, se si e pret klientin. Unë kam marrë 2-3 herë shembuj, një dallim që te na është edhe në Kosovë edhe në Maqedoni, është se nëse him me një qendër tregtare, edhe në sektorët ta marrim të produkteve të ushqimit ose produkteve të djathit ose produktet qumshtore, ku fatisht na e kemi pa shpesh se produktet nuk janë vendin e vet. Do në e marrim një produkt që e dim që është shtrejt, është me një çmim ku është më i lirë. Edhe fatisht është një e mjetë e menaxherit që nuk e përcjell sektorin e asaj pjese ku duhet gjithçysh menaxherën e atij sektorit ta njoftoj që produktet duhet me qenë në vendin e vet. Për arsye se na shpesh ndodh që e marrim produkte, vim te pjesa ku bëjmë pagesën, edhe ndoshta i ka marrë 10 produkte, për të me 8 lënë 2 merë. Do në çka kemi bërë si biznes, na kemi humbë kohë, kemi humbë domethënë edhe besimin ndaj klientit, edhe nuk e kemi atë produkt shitur, po e kemi të kthyer 8 produkte tjera. Për këtë arsye, kur del jashtë e ke shpesh që kur je duke e kthyer një produkt ose një veshje, për 2-3 sekonda e ki një punëtore e atij lokali që të vjen të komba dhe thotë më falë, çka mund me të ndihmu. Ose t'jep udhëzime prej asaj. Këtu nëse na kërkojmë një udhëzim për një produkt, edhe pse lexojmë, do nuk kemi dikon që më na njoftu se çfarë produkti, çka përmban, sa është afati i saj, ose prodhimi nga vjen, nuk e kemi. Edhe nuk mundesh me gjetë domethënë atë raftin ku është. Për këtë arsye janë ato gabime dhe tmetat që fatisht ose sfidat që i ka edhe shteti i Kosovës dhe shteti i Maqedonisë. Domethënë edhe kujdesi stafit që tregon ndaj klientëve duhet t'i dhënë rëndësi e madhe. Ajo është rëndësia më e madhe. Edhe gjithçysh çdo biznes duhet me dhonë ndoshta ne them se në marketing japim 50% për të bërë marketing, po 60% duhet me dhonë të pjesa stafit, të përgatitja stafit. Se ai staf është që e mban kompaninë edhe e zhvillon kompaninë. Nëse stafin ose menaxherët nuk i ketë të përgatitur, mënyrën e duhur, mënyrën e mirë, sjelljen e mirë, pritjen e mirë, atëherë normal që as biznesi jot nuk ka me ecë në mënyrë. Edhe krijon mosbesim tek ana e klientëve sigurisht. Po. Çfarë roli mund të luajë sektori privat në forcimin e lidhjeve ekonomike rajonale? Mendoj që është një pjesë shumë kyçe për zhvillimin ekonomik. Po, fatisht tash kohën e fundit sektori privat është ai sektori i cili na thënë në termin e ekonomisë është infuzioni i shtetit. Fatisht se na e dim sot se nuk edhe në Maqedoni, ndoshta Maqedonia pak i mban alo, po Kosovën nuk ka më biznes ose nuk ka fabrikat të shtetit. Gjithçka është privat. Ndërsa këtu në Maqedoni ndoshta ka mbetë ndonjëherë që edhe këtu më duket nuk ka, do gjithçka është në privatizim. Ku fatisht nëse edhe shteti si shtet nuk i jep lehtësime sektorit privat, atëherë edhe shteti mundet me qenë shumë i dështuar. Do se i dim që tyra ka me pas shumë më pak. Ndërsa sektorit privat i jepet mundësia, edhe është një sektor që veç shkon duke zgjeruar, duke sjell edhe biznesin nga jashtë, atëherë fatisht për shtetin është ajo e mirëseardhur. Për shkak se edhe buxheti i shtetit rritet, forcohet edhe ka atë nivelin më të mirë të saj. Sa i rëndësishëm është edukimi profesional kur vjen puna tek menaxhimi, për shkak se na duhen biznese, sektore që ka një gjatësi edhe një herazi dhe forcojnë ekonominë. Po, unë tek edukimi kisha marrë një shembull, nëse e marrin një menaxher të shitjes së një produktit, nëse nuk është i informuar vetë për atë produkt, atëherë ai nuk ka me ditë çysh ka me prezantuar vetë klientit. Sot e dim që fatisht kem shumë produkte, kem me gjitha tmetat e saj për shkak se produktet janë duke u zhvillu me
infuzione ndryshme. Nuk është produkti bio, po vjen me preparata ndryshme, edhe nëse menaxheri i shitjes nuk ka njohuri për to, atëherë atë produkt e prezanton gabim tek klienti, nëse ndodh diçka tek klienti, do të jetë pasojë tek kompania që e ka bërë shitjen atij produkti, që fatisht pasojët i ka menaxheri, për mos informim. Po për atë arsye po them që kur na menaxherët i trajnojmë, i përgatisim, i japim njohuri rreth produktit, jo vetëm rreth produktit, po rreth ekonomisë biznesit, po mendoj për arsye se një menaxher që të prezanton, ne jemi një kompani 60 vjeçare, këtë produkt e kemi që 40-50 vjet në biznesin ton, ty ta jep një siguri shumë të mirë. Edhe ndihesh shumë ara se e din që ky produkt prej orës shitësit, menaxherit shitjes edhe prej kompanisë është i njohur. Që nuk e ka mbajtur një produkt për shembull 2-3 vjet edhe me refuzu për shkak se ka pas do nuk ka qenë ai produkt për atë biznes. Tani dua të ndalem në rolin e diasporës. Diaspora gjithmonë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik në vendin tonë. Neve bëm çka bëm, kontribojmë në vendin tonë. Prapse bizneset i hapim aty. Çfarë roli ka diaspora dhe migrimi ndërkombëtar në zhvillimin ekonomik të rajonit tonë në përgjithësi? Po, diaspora fatisht për sidomos rajonet tonë si Kosova dhe Maqedonia ka një rol shumë të madh. Edhe është fati jonë që i kemi diasporën, se përndryshe nuk besoj që kishme mujtë me arrit deri ku kemi arrit tash. Çfarë aspekte kontribojnë edhe japin? Aspekti i parë është që kontribojnë në familje. Do të thonë po merr atë pjesën që është më kryesore, për shkak se çdo vit ose çdo pushim që jepet mundësia i ka me vizitu familjen. Pjesa e dytë është çdo diasporës që është mërgëmtar ose mërgat, vjen edhe kontribon në vendin e vetë. Ndoshta deri tash nuk kam pas asnjëherë kontribut që kanë dhënë në Gjermani ose në Zvicër, po kanë kontribuar këtu në Kosovë dhe Maqedoni. Pse tash kohën e fundit edhe pse kanë filluar të marrin, do të thonë edhe pasuria edhe ku po jetojnë, për arsye se u rrit familja dhe kanë nevojë se sa paguajnë qiraja këtu, fatisht ja vlen me kontribu, mirë po prap pa pas një pasurin të vetën në Kosovë, ose që është nga Maqedonia nuk e blen. Kjo është fatisht një pjesë që neve na ndihmon, edhe nëse veç vinë për vizit, edhe vinë për një pushim në Kosovë ta marrin ose në Maqedoni, mjetët që i lojnë edhe shpenzimet që i bojnë janë fatisht për shtetet shumë mirësore dhe janë infuzione shumë të mira që fatisht na vyjnë edhe kemi nevojë shumë për mërgjimtarët. Ndihmojnë realisht shumë në zhvillim ekonomik. E përmendet edhe më herët se turizmi është gjithashtu një sektor mjaft i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik. Sa mund të jetë potenciali i turizmit këtu në Maqedoni? Përmendet që mendoni që është më shumë se në Kosovë, në Shqipëri mos ta flasim se është tjetër nivel. Çka duhet bërë për ta shfrytzuar turizmin në vend? Nëse flasim në bashkëpunim rajonal, po e përfshin Shqipërinë, Kosovën edhe Maqedoninë, fatisht agjencionet e turizmit që janë nga 3 shtetet mundën me bë një marrëveshje, bashkëpunimi, marrëveshje do të thonë që lehtësimi për çdo vizitor, qoftë i brendshëm ose i jashtëm. Për arsye se na e dim që Shqipëria është një vend ka Bregdetin, ka vende shumë turistike, ka vende që ka latë ndryshme, ka sektore ndryshme që mund të ofroj për turizëm. Nëse marrim Kosovën edhe Maqedoninë janë thuaj gati në njëjtin nivel për shkak se na i kemi kalatet tona, po i kemi ndoshta disa ujvare, kemi disa vende që mundën të vizitohen. Për këtë arsye, nëse bëhet një marrëveshje, fatisht po e marrim një turist që dëshiron me marrë nga jashtë, nga Amerika, e merr një pako për 3 shtetet. Edhe fatisht kostoja e atij ka me qenë vizitorit ka me qenë shumë më e kapshme se sa nëse merr pjesë. Po edhe është problemi tjetër se nëse vjen vizitori nuk i njeh vendet cilët janë më atraktive. Do kur je kemi në 3 vendet, ku e përmendëm edhe menaxherin, është një menaxher që i ndon për shembull ta marrë pjesën e rivareve, Mirushja ose
tjetër ujvare e Maqedonisë ose kësaj, i ndonë edhe ai merret vetëm me pjesën e ujvare. Ose pjesa që do në Kalas, merret tjetër kush me Ciceronin që e ka për Kalas. Ku këto mundën me që me një pako, edhe me ju ofru, me ju shërby klientet si një pako. Po flasim edhe nga ana jonë vendore, nëse nga Kosova na dojmë marrë ta vizitojmë në Maqedoni, interesimi është ujvarë dhe kalo, ta kemi një broshurë, ta kemi një pjesë agjencion ose një zyre, ku në mumi më drejtu, me po ofertat, me po mundësit, edhe organizimin se a ka një Ciceron, se na nëse shkojme vizitojmë një kalo, nuk e kemi një Ciceron, është e kota ajo se nuk e dim historinë edhe çka është ajo pjesë e kalos. Për atë arsye nëse bëhet një organizim shumë i mirë, edhe bëhet me broshura, bëhen me çmimore, bëhen oferta të mira, atëherë unë po besoj që bashkëpunimi është shumë i mirë atraksione dhe mundem me sjell edhe vizitor nga jashtë sa më shumë. Sigur kohën e fundit që e ka Shqipëria. Shqipëria me vërtet e ka dëshmu veten. Ndërkombëtarisht. Fakt me kontributet, me ofertat, me njerëz që i përgatisin domethënë ato vizitat, me duke përfshirë Ciceronin, transportin, ushqimin, fjetjen e gjitha këto, i bëjnë ofertat më atraktive dhe vizitorët janë shumë të interesuar dhe vinë më tepër. Duke u bazu tek përvoja juaj akademike dhe ajo menaxheriale, si e shihni zhvillimin ekonomik të Ballkanit në përgjithësi në vitet e ardhshme? Ku duhet të ndalemi dhe të përmirësojmë disa aspekte? Po nëse flasim për Ballkan dhe rajonet tona, faktikisht ku duhet, kemi shumë vende ku duhet të intervenojmë ose duhet të përgatisim për ndryshime që duhen me qenë më të mëdha. E parja është ajo se thash teknologjia është duke ecë e para, edhe sistemet tona duhen me qenë sistem të digitalizimit. Pjesa e dytë, hapja vendeve ose sjellja e kompanive ose bizneseve ndryshme në për territoret tona. Dhe e treta është edhe bashkëpunimi ndërsjell prej jo vetëm ta marrim Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, po le të jetë edhe Bosnia, le të jetë edhe Kroacia, Slovenia, gjitha këto shtete që Bashkimi Evropian është zhvilluar, është rritë dhe është bërë në këtë mënyrë. Tash edhe na nëse veç jemi edhe në familje të Bashkimit Evropian, do të vendosmi, atëherë normal që edhe shtetet si shteta e kanë buxhete më të mirë, kanë siguri më të mirë, janë se na jemi një familje pastaj në Bashkimin Evropian. Mirë po, edhe pse jemi në Bashkimin Evropian, na si shtet, neve na vim prap një kontribut ose një punë më e madhe për me bo stabilizimin që kanë shtetet e Bashkimit Evropian, ta marrin Gjermania që është qëso, ose Franca, ose shtetet tjera. Për këtë arsye, kemi shumë sfida, me për janë sfida të mirë sa ardhur për arsye se edhe zhvillohet, rritet siguria, rritet paga, rriten mundësitë e ndryshme për vizite, për shpenzime, për gjithçka. Zotëri Memishi, për fund, çfarë mesazhi keni për shikuesit tanë, ndoshta për të rinjët, sipërmarrësit që janë jo vetëm nga Maqedonia, por nga rajoni, nga Lugina, për nga vini edhe ju, nga gjithandej? Fatesht si mesazhi i fundit, duke falenderuar edhe juve për mësinë dhe intervistën që ma mësuat. Si për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, rinia është tani e kanë një mundësi shumë të mirë për shkak se kanë teknologji më të mirë, kanë dollën librat i kanë internetet që mundën të lexojnë, mundën të shohin, mund të analizojnë. Po unë i them çdo trajut që fatesht ka një ide, një plan vetë, një projekt vetën, le ta filloje, le ta zhvilloje, le ta gjësan, le të shënon që si theme mbardhëse në letër, për arsye se gjatë punimit ndryshon, do të thonë mendimi edhe vazhdon pjesën ku dikon ju ka dokë ma keq ose diçka. Dhe sa më shumë që të lexojnë, sa më shumë që të kenë mundësi të përcjellin trajnime, të përcjellin edhe përmes internetit, janë disa trajnime online e këtu, të përgatiten se tregu është shumë i hapur dhe tregu është shumë i madh. Mirë po, ata që përgatiten më mirë edhe kapin tregun edhe më mirë, edhe mundën bizneset e veta t'i rrisin sa më shumë, të zhvillojnë sa më shumë.
Ju falenderoj shumë për kohën, falenderit ishit shumë pozitiv në qasje, keni piketu disa aspekte shumë pozitive, ndoshta nuk kemi ndalë shumë tek ato negativet edhe tek ato që ka shumë për të përmirësuar. Falenderit shumë për kohën. Shumë falenderit juve e shpresojmë të shihemi herë tjera. Shumë falenderit. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot. Deri në takimin ton të radhës, bashkë mirupafshim.